Përgatitjet për zgjedhjet vendore të majit po hyjnë tashmë në një fazë intensive. Në jug të Shqipërisë janë ngritur komisionet zonale, ndërsa ende nuk janë bërë pjesë e tyre përfaqësuesit e opozitës. Kryetari i Komisionit Zonal Zgjedhor në Gjirokastër Arjan Gjini thot për Zërin e Amerikës se pjesëmarrja e përfaqësuesve të opozitës do t'i rriste besueshmërinë komisionit. Opozita e majt pritet të marrë një vendim politik për këtë pjesëmarrje. Zoti Gjini thot se aktualisht Komisioni Zonal është marrë me praktikat përgatitore dhe regjistrimin e kandidatëve të pavarur. Ka përfunduar tashmë regjistrimi i kandidatëve të pavarur në qarkun Gjirokastër, por i aplikimi më saktë. Ndërsa tashmë kanë filluar subjektet e paraelektorale që paraqesin dhe posjedhin listat e tyre për kandidat për kryetar organeve të qeverisë vendore, si dhe ato për fshillat komunale dhe bashkiake. Në qarkun e Gjirokastrës që përfshin Tepelenën dhe Përmetin do të jenë 3 të tillë, ndërsa në Saranë në Komisionin Zonal është regjistruar deri tani vetëm një kandidat i pavarur për një nga komunat e këtij rrethi. Vëmendja e subjekteve politike mbetet e përqendruar veçanërisht tek listat e votuesve. Komisioni Zonal nuk merret me këtë çështje, por zoti Gjini thot se vihet re një përgjegjësi e partive politike për këtë proces. Nuk konsiston puna e Komisionit Vendor të Zgjedhjeve për sa i përket listave zgjedhore. Komisionet zonale kanë hyrë në bashkëpunim dhe kanë bashkëpunim shumë të mirë organet e qeverisë vendore këtu në qarkun e Gjirokastër, pavarësisht ngjyrave politike dhe partijake të cilat ato përfaqësojnë. Dhe tashmë janë shpallur listat paraprake, nuk ka në ndjenjën tonë ankesa nga qytetarë lidhur me këto lista, pritet dorëzime në bazë të kuafatet të parashkruar nga kodi zgjedhor për sa i përket këtyre listave pra komisioneve zonale. Zyrat e gjendjes civile prej kohësh po shqyrtojnë pasaktësitë e listave dhe veçanërisht verifikimin e personave që nuk jetojnë më dhe që mund të ekzistojnë ende në lista. Zonat ygore janë mjaft të prekura nga emigracioni dhe shpesh se regjistrimi i personave në moshë që ndahen nga jeta nuk realizohen nga familjarët e tyre të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi. Ndërkohë subjektet politike janë në diskutime të brendshme edhe për kandidatët. Si demokratët dhe socialistët janë përfshirë në debate të brendshme të cilat kanë gjetur pak vend në mjetet lokale të informimit. Ndryshe nga zgjedhjet e tjera, profili i kandidatëve brenda subjekteve politike ka gjetur pak vend në diskutimet në opinionin publik. Analistët vendor vlerësojnë se si edhe në zgjedhje shkuara parlamentare për zgjedhje e kandidatëve do të jetë në vullnet në strukturave qendrore të partive. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kolla.